Të nderuar shikues, në këtë pjesë të dytë të edicionit qendror të lajmeve do ndalemi në hapësirën e intervistës ku do të përqendrohemi tek zhvillimet politike e më konkretisht tek zhvillimet që lidhen me Selim Blu, por jo vetëm, edhe me atë se çfarë po ndodh paralelisht me reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Çështje diskutimi këto të cilat janë ngritur shpesh për mënyrën se si janë duke organizuar, çfarë produkti do të nxjerrin ato në fund dhe a do të konsiderohen vërtet reforma ashtu sikurse e kanë emrin. Unë kam kënaqësinë që për të diskutuar lidhur me këto dy çështje ndaj studion ditën e sotme me gazetarin Genc Çobani. Shumë faleminderit që na i bashkuar në studio. Faleminderit juve. Zoti Çobani, po nis me njëherë në fakt me atë se çfarë ka ndodhur përgjatë 2 orëve të fundit. Flasim pikërisht për zhvillimin në Partinë Demokratike dhe për faktin se Komisioni i Zgjedhjeve në parti nuk e ka marrë fare në shqyrtim kërkesat e 3 prej kandidatëve për të garuar, ndërsa për 2 të tjerë i konsideron se nuk përmbushin kushtet e duhura për të qenë pjesë e kësaj gare. Pra, zoti Berisha do të shkojë sërish në zgjedhje i vetëm, do të zgjidhet me një antar një vot, po në thelb si ju duket e gjitha kjo strategji që po përdor Partia Demokratike nëse mund të quhet e tillë? Në të vërtetë, me thonjza gjithmonë, edhe për të bërë pak humor të hidhur që i thonë, është veprimimi më i sinqert që mund të pritej nga Partia Demokratike. Sepse në fundit kushdo që të ishte kandidat, nëse do të ishte, nëse do të pranoj, të jeni sinqert në atë parti, nuk fiton njëri tjetër veç Sali Berishës, edhe sikur të ketë 10 kandidatë të tjerë. Pra, në këtë rast, do me thënë, në fundit, e formalizuan një garë e cila ishte formale qysh në nisje. Përse ishte formale? Kemi një statut, të kuptojme, nuk jam brenda Partisë Demokratike që të di se si janë zhvillimet ashtu sikur se edhe Shqipëri, e dini janë pak larg.